إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prije për të keqen nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lënë humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri." Pra duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Allahun e falenderojmë që përzgjodhi njerëz tek të cilët e dërgoi shpalljen. Allahun e falenderojmë për ato zemra të pastra që qenë dëshmitare të zbritjes së shpalljes nga Allahu i lartësuar përmes Xhibrilit tek me i dashur jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahun e falenderojmë për ata sahabe që i dolen në mbrojtje Allahut të dërguarit të Tij dhe fesë së Tij. Allahun e falenderojmë që neve na përzgjodhi dhe na zgjedhi dhe na nderoi që të shkojmë rrugës së tyre, të ndjekim hapat e tyre. Mirë po siç kemi thënë edhe në hutbën e kaluar, pa i njoftur ata se kush kanë qenë, cila ka qenë metodologjia e tyre, cilat kanë qenë ato virtytet e tyre, nuk kemi mundësi të ndjekim as të pasojmë e hiç se hiç të edukojmë fëmijët tanë mbi virtytet me të cilat Allahu i lartësuar i ka zgjedhur njerëzit më të mirë pas pejgamberëve që janë sahabët. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Metodologjia e tyre ka qenë jashtëzakonshme. Dhe ajo metodologji, ajo metodë, ajo mënyrë e mësimit të fesë, e zbatimit të fesë ka qenë aq e veçantë sa që frytet e saj tash e sa vite i vjelim edhe ne në kilometra, qindra mijë kilometra larg për tyre në distancë. Përveç distancë kohore, distancë edhe fizike. Këta sahabi diplomuan në shkollën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Diplomuan në mënyrën e mësimit të fesë. Ata nuk i të i kalonin 10 ajete pa e mësu dijen e cila fshihej brenda atyre ajeteve, kuptimin e atyre ajeteve, dhe çfarë reflekton në zbatim pra prej veprave prej atyre ajeteve. Andaj u bën se kush u bën sahabe. Thot Uthmani radiallahu anhu: "Law taharat qulubuna ma shabi'at min kalami rabbina." Sikur zemrat tona të ishin të pastra, nuk do të ngopeshin nga fjala e Zotit ton. Nuk do të ngopeshin së lexuari, së kuptuari, së medituari dhe së punuari me fjalën e Zotit ton. Mirë po, zemrat e tyre ishin prej çelçit të pastër, andaj e bartën shpalljen e Allahut të lartësuar dhe reflektuan dije e vepra të tabiinët e pastaj të brezat të tjerë me radhë derisa na arritën neve. Ndërsa për shkak të ligësive të zemrave tona, ne për gjithçka gjejmë kohë, përveç se për fjalën e Zotit nuk gjejmë kohë. Kjo kohë është 24 orë dhe ata i kanë pasur. Ky diell ka lindë dhe ka perëndu, sikurse tek sahabët lindë dhe perëndon sikurse tek ne. Mirë po, në pyetje janë zemrat, devotshmëria që kur fjala e Allahut të lartësuar ka zbritur në ato zemrat e pastra, i ka shtri rënjët
dhe kanë qelë frytet në veprat të devotshme prej fjalës së Zotit të madhruar. Këta sahabi, përveç që u dalluan në dije, u dalluan në virtyte të larta, u dalluan edhe në vepra madhështore. Pa e tepruar e pa i te i kalu kufit në vepra. E për këto e kemi shembullin e Selman el Farisiut me Ebu Dardan. Këta dy sahabi, Ebu Darda ka qenë një asket, një adhurues i madh i Allahut të lartësuar dhe ka qenë shumë i përkushtuar në adhurim të Allahut të lartësuar. Ka qenë i shmangur në dunjaja tërësisht dhe i dhënë pas ibadetit në masë të madhe. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kishte vllazëruar mes Ebu Dardas edhe Selman el Farisiut. Dhe i ankohet gruaja e Ebu Dardas Selmanit se Ebu Darda është shmangur tërësisht nga dunjaja. Atë shkon Selmani, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë sahabët, që ta vizitojë vllaun dhe shokun e tij. Dhe pasi që e viziton, ai ja servon ushqimin ndërsa për veti nuk ha. Selmani i thot, unë nuk ha derisa të hash edhe ti. Ebu Darda ishte agjërueshëm, agjëronte aq shumë sa që i lidhte ditët në agjërim. Dhe Selmani shkon m'ia bë me dije që jeta jote, familja jote, vetja jote kanë hak, andaj duhesh m'ia dhon hakin gjithë secilit në masë të përcaktuar. Dhe i thot Selmani, unë nuk do të ha derisa të hash edhe ti. Atëherë dhe ai bindet edhe han. Dhe kur vjen nata, ngritet Ebu Darda që të falet namaz natë tër natën. Dhe Selmani e këshillon i thot, bje, flaj pak e pastaj ngritesh. Dhe e obligon që ta dëgjoj Selmani. Dhe në fund i thot, o Ebu Darda, ndaj Zotit tënd ki hak, edhe ndaj vetes tënde ki hak, po edhe ndaj familjes tënde ki hak, çdo kujt jepja hakun e vet, pra të drejtën që i takon. Ebu Darda shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregoi këtë këshill të Selmanit. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk fol nga mendja e tij, po çdo fjalë e tij është nga shpallja, i thot të vërtetën, ta ka thënë Selmani, dëgjoje këshillën e Selmanit. Pra ata ishin të përkushtuar në ibadet, ishin të përkushtuar në ahiretin e tyre. Mirë, po nuk e lënin pas dore as dunjan e tyre. Po ashtu sahabët janë shembull që nuk arrihet nga askush pas tyre në dashamirësinë për të tjerët, në vetë mohimin për të tjerët. E kjo pasqyrohet më së miri në shembullin kur muhaxhirët migruan në Medinë tek ansarët. Allahu i lartësuar vllazëroi mes Sa'd ibn Rabi'as edhe Abdurrahman ibn Aufit. Ky shembull, sikur mos të ishte transmetuar në mënyrë të saktë, nuk kishme besu njëri se çfarë shembulli i artë dhe çfarë ndodhije madhështore ka ndodhur në mes të tyre dy vëllezërve në Islam. Dy personave që nuk ju njoft më herët, nuk kanë qenë vëllezër nga gjaku, e as kushëri i ka bashku Islami. Pasi që migron Abdurrahman ibn Aufi në Medinë, e pret ky ansari pasi që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i vllazëron dhe i thot, zgjedhe njërin prej bashkëshorteve të mia, unë do ta shkurorizoj, e pas kalimit të idetit të saj, pasi që të pastrohet nga ciklet, ti ke drejt ta zgjedhësh për grua. Zgjedhe njërin prej shtëpive dhe merret të jetë shtëpia jotja. Ndërsa fisnikria dhe bujaria Abdurrahman ibn Aufit e kompleton këtë tregim edhe më shumë dhe ja shton bukurinë edhe më shumë. I thot Allahu të begatoft në familjen dhe në pasurinë tënde. Vetëm tregom ku është tregu. Vetëm ku është tregu se riskun e fitoi dhe punoi vetë. Dhe nuk shkoi shumë gjatë dhe Abdurrahman ibn Aufi shkoi në treg dhe u bë nga të pasurit, nga pasaniket e Medinës. Dhe shumë shpejt u martua dhe aroma e miskut të shtrejt të tij ndjehi në rrugët e Medinës. Këto janë veprat e sahabeve, bujaria e tyre, fisnikria e tyre e ka arritur kulmin. Dhe nuk është për mohabit, nga se këta kanë diplomuar në shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç saj, këta sahabi kanë qenë më të vërtetët në fjalët e tyre. Gjithmonë kanë thonë të vërtetën.
Nga se kanë ditur se shpallja është akoma duke zbritur. Dhe njëherë ta thonin të pavërtetën, njëherë të gënjenin, do të zbritë shpallja. Në rastin e Kabi ibn Malikut, në betejën e Tebukut, kur shkuan sahabit dhe u përgjigjen urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në pikën e nxehtit që të përballen me një armik shumë të madh në numër dhe shumë larg prej Medinës. Rreth 700-800 kilometra në veri të Medinës, pothuajse gati në kufi me Sham, në Jordanin e sotëm. Dhe Kabi ibn Maliku dhe disa sahabi nga neglizhenca nuk i përgjigjen urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhdon ndodhia e Kabi ibn Malikut dhe kthehen muslimanët nga betejë dhe kur rrinë në Medinë, Kabi ibn Maliku shkon te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, ti e di se çfarë oratori jam. Wallahi, sikur do të dilja para dikujt tjetër përveç teje, kisha mi bind me oratorin time se kom pas arsye për një ma pse nuk të kom përgjigj. Mirë po e di që nëse ty të mashtroj, çfarë do t'i tham Allahut? Nuk kom pas arsye pse nuk të kom përgjigj. Nga neglizhenca, hajtë sot hajtë nesër, edhe pak, deri në kismet, dhe jom privu nga përgjigja ndaj urdhrit tënd." Pastaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja pohan vërtetësinë edhe këtij sahabiu. Dhe i thot, sa i përket këtij, e thot vërtetën. Ngritu dhe të gjykon Allahu për ty. Dhe ndodhën dhe vazhdon tregimi i Kabi ibn Malikut, 50 ditë bojkotohet nga shoqëria e Medinës, bojkotohet nga më i dashuri i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe i vijnë ofertat që të migron tek mbretërit të tjerë të fisit Gatafan në Sham, dhe sprovë mas prove derisa i t'i ka lënë dhe Allahu i lartësuar ja ozret pranimin e pendimit. Këta janë sahabit, të cilët kur e kanë marrë një vendim, nuk janë shku më mrapa. Kur kanë gabu, kanë kërku falje. Njerëz kanë qenë, kanë bo gabime, po kur kanë kërku falje, e kur kanë bo tobe, ka qenë ajo tobe dhe kërkim falje sinqert, që i ka fshi të gjitha gjunahet e tyre. E shumë rastet e tjera me fol për jetën e sahabeve. Të folasësh për jetën e sahabeve nuk është vetëm knaci për veshët, mirë po është rruga për mi fitu knacinë Allahu, nga se Allahu i lartuar ka garantu për ta, e ka tregu Allahu i lartuar që është i kënaqur me ta. Radiyallahu anhum wa radu an, dhe ata janë qenë të kënaqur me Allahun e lartuar. Këta janë lajmëruar nga xheneti me dëshminë e Allahut të lartuar. Të gjithë sahabët pa përjashtim janë besnik në fenë e tyre. Kanë bo gabime, por kur kanë bo gabime shpejt kanë kërku falje dhe janë pendu. I kanë përmirësuar ato. Dhe Allahu i lartësuar ja u ka pranu. Këta e kanë marrë amanetin me plot përgjegjësi dhe e kanë bartur gjenerat pas gjenerat derisa na ka bërë neve. Pastaj të flasësh për qëndrimet e tyre në përballë provave me të cilat janë sprovuar, aty mund të flasësh ligjërata me radhë e hutbe të një pasnjëshme për ndodhit e sprovave me të cilat janë përballë. Mirë po, të mjafton si metodologji e njëjtë prej sahabeve i cili e ka ndjekur një metodologji të artë karshis provave. Ka qenë Hudhaifa. Hudhaifa thot, të gjithë njerëzit e pyesnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të mirën, ndërsa unë e pyesja për të keqen, për të ligën. Mënyrë që të ruhesha prej saj. I ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë i besueshëm i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilit ja ka treguar sekretet e tij, ja ka treguar emrat e hipokritëve. Ky Hudhaifa e ka pyetur pejgamberin për të këqijat që të ruhet. Dhe këtë e vërteton thënia e Omerit radhiyallahu anhu, i cili thot: zgjidhen nyjet e Islamit nyje pas nyje të një brez i cili nuk e njeh xahiljetin. Të një brez i cili rritet e nuk e njeh të keqen. Pse e ka thënë? Kjo thënie e Omerit na bën neve me kuptu se ai që nuk e njeh të keqen prej fëmijëve tanë, për brezit të së ardhmes, mund të joshet prej të keqes, mund të mashtrohet nga keqja, mund t'ja zbukurojë shejtani të ligën dhe të keqen, dhe ta josh dhe ta tërheq drejt saj.
Andaj, siç e kemi për detyrë t'ja mësojmë fëmijëve të mirën, duhet t'ja tregojmë të keqen dhe shëmtinë e saj dhe pasojat e të mërshme të gjunaheve, mënyrë që të ruhet, jo që t'i veproj, po mënyrë që të ruhet, ta ruan veten dhe familjen e tij nga ato ligësi që ti mos i afrohet. Mirë po pa u thelluar shumë në të keqen që ta dominoj të mirën, po vetëm me mas t'ja tërheqësh vërejtjen nga e keqja që të merr mësim e të largohet prej saj. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, një thënie që vlen të shkruhet me shkronjat e arit, thot andaj sahabët qenë me imanin dhe me islamin më të përstosur, në imanin dhe në veprat të tyre, për shkak të dashurisë së plotë të tyre për hajrin dhe për shkak të urrëties së plotë të tyre ndaj sherrit, e kanë urryer kufrin. Nuk i kanë bërë lajka kufrit e mëkateve. Duhesh të tërqethesh kur dëgjon se filan fisteku ka rënë gjunahe. Duhesh zemra të tmerrohet kur dëgjon për gjunahet që i bëhen Allah të lartësuar. Në këtë formë ti e urren kufrin. Dhe në këtë formë ti e ruan pastaj islamin. Nga se nëse ti nuk e din vlerën e islamit, pastaj do të mashtrohesh, do të ipesh pas kufrit, pas gjunaheve, të cilat janë e porta, dera për në dyrë të kufrit. Andaj vllazën, Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, sahabët qenë kush qenë, u bën ata burra, kush u bën ata burra, nga dashuria atyre e plot për islamin dhe imanin, dhe nga urrëtia atyre për kufrin dhe për gjunahet. Nga se e kanë ditur mirësinë e plot në islam, pasi që e kanë përjetuar në lëkurat të tyre idhësinë e kufrit. Ka se shumë prej sahabëve kanë qenë, sidomos sahabët e mëdhenj, kanë qenë në jahiliet. E pas pranimit të islamit e kanë kuptu vlerën e islamit dhe errësirën e kufrit. Andaj vllazën, le ta falenderojmë Allahun e lartësuar për këtë begati që na ka zgjedhur dhe na ka bërë musliman. Na ka pastruar zemrat tona që të pranojmë shpallin e Allahut të lartësuar dhe ta ndjekim Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tyre. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. O rrotulluesi zemrave, forcoj zemrat tona në fen tënde. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë ditën e ditës së gjykimit. Vllazë ndoshta këta ishin sahabët. Për këta dëshmoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që janë brezi më i mirë, brezi i tij. Pastaj brezi që vjen pas tyre e pastaj brezi i tretë që vjen pas tyre. Sahabët, tabiinët, tabiinët. E në hutbet në vijim do të flasim inshallah taala për 10 të përgëzuarit me xhenet. Duke nisur nga Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu e kështu me radhë deri në fund. Lutim Allahun e lartësuar që të na ndihmoj, që të flasim për jetat e tyre, në mënyrë që të stolisim me moralet e tyre dhe me veprat e tyre dhe të zbatojmë në vetët tona dhe në familjet tona. Ne kemi obligim vllazën ndaj sahabëve që së pari të lutemi për ta. Allahu i lartësuar thot: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Ata të cilët vijnë pas tyre thojnë: "O Zoti jon, fali ata vëllezërit që na parakaluan neve në iman." Pastaj kemi obligim që nëse dikush i përmend me nënçmim, nëse dikush i cënon nderin dhe pozitën e tyre, t'ju dalim në mbrojtje, t'i thojmë atij hesht. E në anën tjetër, ta ngrisim pozitën e sahabëve në mesin tonë. Ti ngjesim emrat e sahabëve tek fëmijët tanë. Ti edukojmë fëmijët tanë se këta janë herojt tanë. Këta janë herojt e jo filmat e animuar. Këta kanë qenë hero për një më, për të cilët Allah i lartësuar ka garantuar për ta. Thot Imam Ebu Zarua Ar-Razi, thot nëse e sheh dikon që e cënon pozitën e Rasulullahit, pozitën e sahabëve të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, dije se i tillë është zindik, që është gjunaçar, hipokrit i madh. Nga se Allah i lartësuar është i vërtet, dhe i dërguar i tij është i vërtet, dhe Kurani është i vërtet, e këta janë dëshmitarët e shpalljes të cilët na kanë përcjell neve. Kush e cënon pozitën e tyre, kush e cënon pozitën e dëshmitarëve, për qëllim e ka cënimin e vet shpalljes të cilën Allah i lartësuar ja u ka zbritur njerëzimit, ja ka zbritur të dërguarit e tij dhe sahabët kanë qenë dëshmitarë të asaj shpallje. Andaj vllazën, le të duam sahabët, le të lexojmë për sahabët. Të gjallërojmë imanin ton duke dëgjuar për bëmat dhe sakrificat e sahabëve. Të stolisemi me bëmat dhe virtytet e tyre, në veprat e tyre, në altruizmin e tyre, në dashamirësinë,
në bardhësinë e zemrave të tyre, se vetëm kështu mund të shpëtojmë në errësirën e fitnave të kësaj kohe në të cilën po jetojmë, që nuk shkon dita, e nuk shkon java vetëm se dëgjojmë fitnë pas fitnë që po ditën muslimanët. E shpëtimi është në ndjekjen e njerëzve të cilët kanë shpëtuar nga fitnet e asaj kohe, që janë sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, na jep të mirën në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'a naqmatik. O Allah, ty të lutem, të mos na befasosh me ndonjë fatkeqësi befas, duke ne i marrur begatit tuaja ndaj nesh. Mirë po të lutemi o Allah të na bësh falendërues dhe mirënjohës ndaj begative tua të panumërta, se na bësh vazhdimisht mirënjohës dhe të na i ruash ato dhe të na i shtosh ato. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. O Allah, fali vëllezërit tanë të cilët na parakaluan neve me iman dhe mos vendos dhe mos lejo që në zemrat tona të kemi smir edhe mëri për ata të cilët kanë besuar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقيموا الصلاة.